Rikthehemi tani në studio, e kemi bashkë me neve dhe kryetarin e klubit Alpin Prishtina Nazmia Sanramaj. Faleminderit shumë që jesonte me neve dhe dëgjues të Radio Dugaxhini. Faleminderit për ftesën, me mbrëma juve që dëgjuesve. Pak folet për sportin alpinizmit këtë na dorën zamër. Është nis një ekip prej 10 personave në Tanzani ku do të marrin pjesë në ngjitjen e Kilimanxharos. Po ndina i frymëzum, mas bisedës tënde me Toni Kukën që dëgjova. Po, e vërtet. Me vërtet frymëzuese. Po, është një ekip prej 10 personave. Janë nisë sot mëngjes për Kilimanxharo. Kilimanxharo është në Tanzani, territorin e Tanzanisë. Po këta do shkojnë nëpërmes shtetit të Kenis, nëpërmes Nairobit. Kështu ka qenë ajo linja fluturimeve kësaj radhe. Ne si klub kemi qenë 4 herë atje, 2 herë kombo gajdon atje me grupe. Kësaj radhe është Kristian Goshi, guida kryesor. Edhe besojmë që ka me shku mirë, nuk është hera parë që e bojmë. Është një shtet, është një vend shumë i madh, është një vend me kulturë të jashtëzakonshme të ecjes, për këtë botë shkojnë njerëz. Edhe është e rëndësishme se kësaj radhe ekipa e Kosovës po tenton me arrit majën e Kilimanxharos me datën 17. Për ditën e pavarësisë Kosovës. Prandaj, si të them, a beson sa dorsta me tabu cili ka qenë motivimi ose cila ka qenë arsyeja e ngjitjes, po e përmend edhe ti. Arsye ka shumë, po kjo është si them një simbolika. Simbolika është një kauz, ata do të na dërgojnë një video, shpresoj që gjithçka shkon mirë gjatë ngjitjes. Nuk është ngjitje e lehtë, sado që kom dëgjuar në komunitetet bjeshkatare që nënçmojnë Kilimanxharo, po ajo afrohet 6000 metrave. Është mungesë e madhe e oksigjenit, ka temperatura të ulta afër majës, sado që poshtë ka xhungla, ka banane. Lart është një akullnaje preshë, madje është akullnaje vetëm në kontinentin afrikan. Është ajo. Sa mundën në shku temperaturat minus? Po minus 10, minus 15, është i llogaritet i poshtë ki plus 35. Trupi njeriut nuk e ka këtë amplitudën e lartë temperaturës. Ne jemi shumë dishëm temperaturë. E ke parasysh me të ngrit 2 gradë temperatura do të më shku te mjeku ose me tra. Edhe gjithsesi nuk po du me bo dramatike, është një majë shumë. Jo, po kur e dëgjojmë kështu është duket pak ekstreme, po njerëzit përgatiten për këtë çështje. Janë të përgatitur, kanë veshje të mira, kanë gujt mirë, organizimi është i mirë. Shpesh nëpër këto kufit afrikan për shkak se Kosova ende nuk është njohur si shtet prej Kenjes, mundet me pas probleme me viza ose vonesa të vogla, po kryesisht kalojnë ato. Do të thonë prej shumë vitesh që udhtojmë andej, ne kemi pas ka pak probleme. Nuk ekziston një politikë shumë e qartë e dhënies së vizave. Ti nuk e din a kimë marrë në aeroport vizën të Nairobit, apo do ta merresh në Turqi, atë le hyrjen apo kështu, po sidoqoftë kauza e kësaj ekipe është fisnike. Kanë me quni porosi shumë mirë. Ata ekipi është nisë sot apo? Është nisë sot në mëngjes, tani për momentin janë duke u nisë për Kenia nga Stambolli. Perfekt. Para se me udhëtu, e keni pas klubi ju e ka pasur një takim me kryeministrin Albin Kurti. Po, gjithmonë në ekspeditat cilat e kanë karakterin përfaqësues, pavarësisht që njerëzit që në ekip nuk janë alpinist profesional, janë persona që janë stërvit disa muaj, edhe i kanë bërë disa maja, disa prej tyre tash mos të përgjithsoj, kanë përvojën majët 4000 metrëshe, kanë qenë me mua në Francë deri në 5000 metra afër. Edhe megjithse nuk janë pjesë e alpinizmit profesional me ngjitje me kacavarje, prapse ndihen përfaqësues. Ndihen pjesë e një ekipe historike kushtimisht, edhe gjithmonë i kontaktojmë institucionet jotën kësaj radhe, edhe herët e kaluara kur kemi qenë, edhe në Nepal kur kemi qenë, kemi takuar me ish-presidentin Thaçi, ne takohemi me institucionin. Sakt. Prandaj edhe takimi me kryeministrin e tanishëm zotin Kurti ka qenë vazhdën e kësaj tradite, na ka uru rrugë në bar, o mundu me kuptu çka është kjo, çfarë vështirësish ka, çfarë probleme munden me has atje, mirë po dhe si kauz ju ka dok jashtëzakonisht e mirë edhe na ka ururi udhë në bar. Personalisht ju jeni një prej njerëzve që jeni ngjit në për shumë maja të ndryshme, cila është ajo që e mban ti për zemër në vendi ku e ngjit. Po 2017 unë jam ngjit Mount Everest. Domethënë kulmi i ngjitjeve. Po bashkë me Arineta Mulën, me Uta Ibrahimin, edhe ne kemi arrit për afërsisht njëjtën ditë majën të tretë. Por nëse më pyet çka më rrin për zemër mua, cilat janë majët që më pëlqejnë, janë majët e Kosovës. Everesti, Kilimanxharo, gjitha majët e Evropës që i kom ngjit,
Mu ma kanë thonë, them, një pasqyrë më të qartë dhe ma kanë artikulu pak ma mirë këtë punën e alpinizmit, edhe unë e vlerësoj shumë ma shumë Kosovën tashme. Jo vetëm Kosovën këtë pjesën e Ballkanit që lidhet me neve, është shumë e sigurt për ecje, nuk ka asnjë lloj rreziku të jetës, ka turizëm dimror, turizëm veror, mundesh në çdo stin me shku, edhe ti mundesh gjitha ato çka i bën në maja të tjera të botës, me i bë edhe këtu, përjashtoj lartësinë e lartë, për shembull ato pikat ku janë 4000 metra, janë tjetër lloj ajri, edhe duhet shumë përgatitje, duhet shumë shpenzime, kështu që Kosova në këtë pikë është një vend se këtë kemi mësuar për turistët tuaj. Ne si klub japim edhe guida për agjencione ndryshme, edhe kjo është përshtypja kryesore siguria. Edhe e faktorit njeri, edhe faktorit natyrë. Kështu që kjo është diçka që duhet më vlerësu shumë, sepse unë edhe ti mundem me negocu gjithçka, por jo sigurinë. Ose është, ose s'është. Po du më ndalë pak të Everesti. Jo shpesh kemë mundësi me diskutu me njerëz për ngjitjet e Everestit. Sa është sfidus, cilat janë temperaturat, çka e bën të rrezikshëm Everestin ngjitje ose zbritje? Është interesant, ne jemi ekspedita e parë në historinë e Kosovës, që kemi organizu edhe kemi shku edhe kemi ngjit. Janë disa statistika interesant për neve shqiptarët që jetojnë në Ballkan. Ne jemi 11 shqiptarë që kemi ngjit. 6 janë Shqipërisë, 5 janë të Kosovës. Janë 11 tentime, 11 ngjitje, 11 kthime, 0 fatalitet. Wow. Domethënë këtë aspekt deri me tani jemi 100% të suksesshëm. Edhe tash nuk e di unë të ja atributet gjenetikës, tash mos paragjykoj, mos bona bestyt edhe une. Mi po njerëzit që kanë shku i njoh gjithë një nga një që ngjit atje. Edhe të gjithë kanë pas një lloj motorike mesatare, do thotë nuk kemi një njerëz të jashtëzakonshëm, që kemi atribute të jashtëzakonshme fizike, psiqike dhe jemi ngjit në Everest. Ose si ata që janë vendas, që kanë atributet më të parafort për ato vende, sherpat. Po jemi përgatitur shumë, e kemi ndjek ëndrrën tonë, edhe që e theksova në fillim të emisionit, e kemi ndjek kauzën. Kosova është shtet i ri, kemi pas dëshirë me përfaqësu, jo të gjitha vështirësitë që na presin atë kemi ditë, pavarësisht që jemi përgatitur shumë. Edhe ndjenja ime për Everestin është që nuk është shembulli më i mirë në botë i alpinizmit. Ka shembull në për Evropë më të mirë, Everesti ka shumë. Ka kuj rrezikshmërisë? Rrezikshmëria shumë e madhe, ka shumë trupa, janë rreth 200 trupa që kanë vdekur dhe janë rrugës ishe atje. Gjatë ngjitjes. Janë fizikisht janë ndërta. Fizikisht aty mbesin trupat, nuk mundesh me i marr të poshtë, është do thotë një lloj kontrate me vdekjen të çuar. Wow. Edhe gjithmonë vjen këtë që duhet me fol për këtë komponent, sepse alpinizmi nuk është dashur me qenë vdekje purs, alpinizmi është dashur me qenë sport i mirë, mënyrë jetese. Sfidus, po. Edhe suazat sigurisë. Pranueshmërisë. Përndryshe është një prej majeve më të bukura në botë. Monte Everest është i papërsëritshëm. Edhe a ka sfida, sigurisht se ka. Ka sfida temperaturës, do thotë deri -45 gradë. -45. -45 gradë në majën e Monte Everest. Llogarita është gati 9 kilometra. 9000 metra, 8800 diçka. Plus, a mundem me llogaritë edhe shpejtësinë e errave? Shpejtësia është shumë e madhe, unë kam përjetuar vetë në afër 100 km/h. 100 km/h. Afër 100 km/h dhe dash ne me lëviz, jo vetëm unë. Këtë ekipet që kanë qenë. Po s'ka më ndal. Realisht as kemi pa asgjë. Vetëm jemi majt për një litar gjatë, jemi mundu më orientuar për to se s'ke mujt me pa. Thjesht s'ka, o kone pa mundun. Derisa jemi stërhudi kun me një akullnaj. Edhe këto ekspedita që janë të në Kosovë janë duke u zhvillu shumë. Janë shumë klube që janë ka përpiqje me organizu, disa vetëm kanë organizu. Mendoj që kam ndoshta një përvojë pak më të madhe se disa po mendoj klube ose persona të tjerë, pa dashur në çmuaskën, duhet me pas kujdes. Është shumë e rëndësi me ditë kur mu kthy. Kur do të më nal edhe mu kthy të poshtë sepse nuk ja vlen me rreziku jetën për një maje e cila është aty që edhe do të jetë prap aty, edhe e ke një rast prap më vonë në gjendje më të mirë klimaterike. Sidoqoftë, është një fenomen që ndodh në lartësi në trupin e njeriut, quhet hipoksia. Hipoksia është mungesa e oksigjenit. Do thotë sa më lart që shkon, oksigjeni është më i rrallë, edhe oksigjeni ka peshë sikur çdo element. Do tani ku jemi këtu, është më i ngjeshur, kemi sasi mjaftueshme të oksigjenit, sa më lart që shkon, është më i rrallë, është më i lehtë. Prandaj hipoksia shfaqet si ti kalon dikush në 3500, dikush 4000 metra. Pastaj ajo ka simptoma ndryshme, ka kokëdhimbje, vjellje,
e ka trupi yt një ndjen që je i sëmur, edhe ke një lloj sëmundje që gjenetikisht nuk e din çka është. Thjesht nuk din a është shtypja e lartë, a është shtypja ult, apo i helmu, apo po do në uvedien, apo nuk e din çka dhe fillon me hy në panik. Prandaj është shumë e rëndësishme me pas guid me veti që ka përvojë, edhe me të informu që është kaluese, është akute, thjesht ka teknika që shkalohet ajo, ka teknika mi parandalu goditjen e saj, po nuk ka njëri që nuk e godet hipoksia. E kam kalu edhe unë në Mount Everest, në vende tjera fatmirësisht nuk e kam pas. Përveç hipoksisë është edhe nekroza, është rreziku i ftoftit, është rreziku i rrëzimit. Këtë rast kjo të folë për Kilimanjaro, se Kilimanjaro nuk është asnjëra prej këtyre përveç hipoksisë. Hipoksi ka. Lartësia. Prandaj si vlerë sportive, çdo kush përnda në Kosovë, njerëz janë të bë përvojë, të mira dhe të këqija, se dyja duhet me pas për me mujt me vlerësu. Për me mujt me mësu. Pra po kthehen atë judo, më la shumë përshtypje kur dëgjova aty, po unë e di sa rrugën e kanë bëu ata për me arrit deri këtu. Sa gjanat i kanë lënë jetë, nuk i kanë shiju për me mujt me arrit këtë cak. Prandaj duhet me sfidu pak, për me arrit majat e vështira duhet me sfidu pak. Edhe për fund, do të më ndal pak te alpinizmi, sa ka mbështetje për alpinizmin, cilat janë kushtet edhe cilat janë kërkesat. Jemi përpjek me komunitetin e alpinizmit në Kosovë, jemi përpjek me ditë çysh janë vendet e zhvilluara të alpinizmit. A ka shku shteti bashk me komunitetin e alpinizmit, a ka shku shteti përpara, e ka bërë infrastrukturën, pastaj e kanë zhvilluar këta, apo ka shku komuniteti ashtu vetë i pavarur? Nuk kemi mujt me definu këto, sepse është një simbiozë e çuditshme, në Itali o ndryshe, Gjermani o ndryshe, Zvicër o ndryshe, dhe ne s'kemi mujt me marr një shembull. Po muj me thonë që në Kosovë ka ekzistuar një trashëgimi pak më e mirë se në Shqipëri. Për shkak të Jugosllavisë, ka ekzistuar një trashëgimi e alpinizmit e organizimeve. Për momentin shteti i Kosovës nuk është e kuptuar as nivel lokal, as nivel qendror, është do kuponu, nuk po them se unë vetë kom punu projekte të tilla bashkë me nivelin lokal dhe qendror. Po jo me seriozitetin që kërkohet. Jo me seriozitetin që kërkohet, pastaj guida si udhërrëfyes malor ose alpin në Kosovë nuk njihet si profesion. Para mendoje do të kanë, unë kam miq që jetojnë për këtij profesioni, po nuk ju njihet, edhe ata duhet më shënu kur i paguajnë tatimet, se kur kanë bënë një punë tjetër diçka, një kontratë tjetër. Edhe e ke parasysh, kemi bjesht bukra, turizmin se kjo ka edhe një benefit tjetër, ka po dëgjoj, kjo ka edhe benefitin e promovimit të vendit. Jo njerëz që njohin shumë mirë territorin e Kosovës. Ka benefite shumë. Nuk ka kurrë negative, ruhet natyra, këmbën përvoja me turistë, se turistët që vinë më zhvilluar se na. Absolutisht. Do vinë pe vendeve zhvilluara të Evropës. Vinë hartograf, vinë njerëz naturalista, vinë botanista, vinë njerëz që kanë shumë përvojë, edhe ne kemi mësuar prej tyre. Duhet me investu në këtë aspekt. Komuniteti jonë në Kosovë është më i zhvilluar se shteti. I them kështu pas një lloj me dyshje, shteti jonë nuk e ka këtë lloj asnjëra prej qeverisë që ka qenë duke përfshirë të tanishmen, nuk e kanë pas këtë lloj sensi, mu taku me njerëz, me investu mjete financiare, me ndëgju pak fjalën tonë, sepse me të vërtetë e njohim Kosovën. Ne i njohim shumë mirë problematikën në terren çka është ndodh, edhe është profesion që sjell para. Turizmi sjell para, turizmi sjell zhvillim, sjell kulturë, edhe i bën njerëz më të vetëdijshëm për vendin ku po jetojmë, se e vlerëson shumë më shumë. Nas falenderoj shumë për kohën që kënda për neve dhe dëgjues të Radio Lugaxhinit me informacione që jo shpesh i dëgjojmë, edhe uroj që misioni i ekipit përfundon me sukses në datën që është planifikuar dhe që është planifikuar. Faleminderit për urimin e bukur, edhe juve ju uroj një mbrëmje të këndshme.